Kultivimi i arorëve në qarkun Korç vitet e fundit po një rritje të ndjeshme, duke u shndërruar në një nga sektorët më premtues të bujqësisë. Fermerët po zgjerohen me sipërfaqe të reja me ara, kulturë që vazhdon të dominojë fal kërkesës së lartë në treg dhe prodhimit të qëndrueshëm. Duhet të theksojmë që në qarkun e Korçës kemi të mbjellë rreth 185 hektar me aror, me ara lajthi, nga të cilat rreth 70% e tyre, pra nga 93.000 rejnë, gati 62.000 rejnë janë në prodhim. Ka pasur interes të lartë vitet e fundit nga fermerët në rritjen e sipërfaqeve të arorëve, nga 93.000 rejnë arorë që kemi të mbjella 62% e tyre ose 62.000 janë gati në prodhim, pra do të thotë që vitet e fundit ka pasur interes të lartë edhe në mbjelljen e fidanëve të rinj. Edhe këtë vit kemi pasur mbjellje të reja të fidanëve në sipërfaqe të konsiderueshme. Sasia e prodhimit të vjetëm në aror ka qenë rreth 700 tonë, si vit kemi pasur një rënje të prodhimit për shkak të kushteve atmosferike jo të përshtatshme që ka pasur për këtë bim. Megjithatë, sasitë kanë qenë të mjaftueshme edhe për konsumatorin, por edhe për fermerët që prodhojnë këtë produkt, ka pasur një ecuri të mirë të këtij produkti në treg. Arorët në qarkun Korç kultivohen në zonat kodrinore malore. Në bashkinë Kolonjë zën një sipërfaqe prej 63 hektarësh, në Devoll 51 hektar, 37 hektar të mbjell në Pogradec, 26 hektar në Korç dhe 10 hektar të mbjella në bashkinë Maliq. Sektori i arorëve ka potencial të madh ekonomik dhe pritet të vazhdojë të zgjerohet, duke u kthyer në një burim të qëndrueshëm të ardhurash për fermerët e zonës.